Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 20, data 20 mars 2026. Kemi një datë shumë të rëndësishme, madje perfekte për gjëra të rëndësishme. Dhe nga të njëherë gjërat e mira I ruajmë me kujdes. Jo se janë të pakta, jo se nuk mund gjejmë gjëra që na duhen kaq shumë, por në lidhje me atë çka kërkojmë dhe e gjejmë, dhe na ndihmon për të ecur përpara, e ruajmë mirë. Data 20, miqtë mi të dashur, të ditës së premte, kemi një arsye, sepse fillon viti ri astrologjik. Data 20, ekuinoksi pranveror. Gëzuar dhe një vit të mbar, ju uroj në çdo aspekt të jetës suaj. Edhe pse zyrtarisht kemi hyrë në pranver nga data 1 mars, por vetëm me 20 mars është dita e ekuinoksit pranveror. Ne hyjmë vërtet në pranver, siç shënohet nga hyrja e diellit në dash. Dashi na frymëzon të jemi të kujdesshëm dhe vendimtar në jetën tonë. Në fillim të vitit të ri astrologjik, le të shohim se si mund të marrim kontrollin në jetën tonë dhe si mund të rilindim. Dhe kjo do të thotë me mundësinë, kohën, reflektimi dhe dallimi mes të djeshmes dhe të sotshmes, mes vështirësisë dhe çështjeve të rëndësishme, mes lodhjes dhe kënaqësisë, janë disa gjëra që dhe lodhja ka të mirën e vet. Dhe djersa që nga lodhja nuk humbet. Dhe kjo do të thotë një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive. Po cilat nga shenjat përfitojnë jashtëmase? Nuk diskutohet nga shenjat e zjarrit, siç është dashi, luani dhe shigjetari, ku mundësi të mëdha që nisin drejt jush. Bini pas, sepse juve të shenjës së dashit keni një mundësi të artë mbi ndryshimet, mbi takimet, bisedimet, dhe kjo bën që në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet që do të bëni, është periudha dhe do prisni deri vitin tjetër që të vi për sa I përket ekuinoksit të 2027-s, pra keni një vit kohën tuaj, momentin tuaj dhe rrezatimin atë që do të bëni në karrierë dhe në dashuri. Por para se të fillojmë parashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkimet e detajuara,